Shikues të Nur Media, përshëndetje këtu nga kryeqyteti amerikan Washington DC. Protestat në Shqipëri vijojnë dhe duket se nuk kanë të ndalur. Për të komentuar për këtë dhe për më shumë mbi situatën politike në Shqipëri, sonte kemi të ftuar avokatin Altin Goxhaj dhe pedagogun Shpend Gashi. Goxhaj dhe Gashi, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje dhe kënaqësi që jemi. Falenderojmë edhe ju sidomos në ditët e duhura. Atëherë, situata në Tiranë, në Shqipëri, situata aktuale. Ta nisim me radhë me ju Goxhaj. Çfarë janë këto protestat? Çfarë po ndodh? Na sqaroni pak shikuesit tanë, si është situata më e fundit dhe çfarë po ndodh me këto protesta në Shqipëri? E vërteta është që shqiptarët patën një ngacmim të fortë emocional në një moment që u mblodhën shumë gjëra bashkë dhe koincidenca e ngarkesës shumë gjërave njëra mbi tjetrën prodhoi këtë shpërthim të jashtëzakonshëm energjie pozitive dhe mbi të gjitha reagimi qytetar që nuk ishte imagjinueshme se mund ndodhte në një kohë dëshpërimi maksimal, por duket pikërisht dëshpërimi ishte diga që u ça në momentin kur u kuptua që s'ishte më alternativë. Dhe ngjarjet që ndodhen në Zvërnec ishte ajo që i vuri flakën, por do thotë që i vuri flakën diçka që ishte gati për të marrë flakë. Ajo që njerëzit panë në Zvërnec lidhet shumë ngushtë me një sort koincidencesh, po më interesante nga të gjitha është një fotografi me inteligjencë artificiale që tregonte Zvërnecin në kushtet e një kampi të Gazës me flamur izraelit si kufiri i Shqipërisë. Pra një kolonizim. Dhe mbi të gjitha, kjo fotografi falso me inteligjencë artificiale që referoi një fakti real që ishte telat me gjëmba ushtarake dhe jo civil që e rrethonin atë zonë të mbrojtur natyrore. Në momentin që panë atë mënyrë të tërhequr të zvarr të një qytetari nga ata njerëz që lagosën dhe policë përveç të qytetarëve, njerëzit i bindi që ky është një pushtim, ky është një kolonizim. Dhe grupi ambientalist, Ngjyrës së Shqipit, dhe grupi i kuq i komunistëve, grupi Ngjyroz, i feministëve dhe lëvizjes LGBT që u bashkuan në një kauzë anti-Trump, për Zoq, kundër oligarkëve, siç mblidhen gjithmonë grupet e majta edhe në Amerikë, në fakt kishte prodhuar një ngacmim të fortë edhe për njerëz që nuk ishin thjesht për të kauzë. Dhe kjo solli një bashkim njerëzish edhe në Zvërnec, e cila solli nesër në Tiranë një revolt qytetare që nuk ishte më me ngjyrat e kuqe, jeshile, roz, të planifikuara nga Rama, pikërisht për t'i dhënë Trumpit që unë jam avokat i të mbrojtës, ne këta sorë sulmojnë, në fakt që ishte gjitha teatri përbashkët me sorët, dhe s'po të dërdi jashtë kontrollit. Dhe që nga jo ditë kjo nuk pushon më, ku si Zoqt, si toka e zënë, si shumë faktor, bashkojnë gjitha një pikë. Shqipëria nuk është për të shitur, dhe fajtori për këtë, që duhet shpëtojmë, pushtuesi, është klasa jonë politike, më saktë PD, PS. Dhe kjo merr emrin e Sali Berisës dhe Edi Ramës, ku siç e keni parë slogani i merret si shumë kësaj proteste, që ka bashkuar gjithë shqiptarët edhe për shkak se ndihet garantuar që nuk është i manipuluar, është Rama në burg, Berisha në burg, Shqipëria nuk është për të shitur, Shqipëria e shqiptarëve vdekje tradhtar. E qartë, Gashi si i lexoni ju? Unë e lexoj pothuajse në të njëjtat linja me avokatin, por duhet ta trajtoj në një perspektivë tjetër. Pra, kjo ishte programuar nga vetë Rama, sipas asaj që unë kam parë në protest, që të bënte një si thua zbërthim apo çminim të bombës në mënyrë të kontrolluar nga vetë shteti. Pra, kishte marrë disa grupe artiste, të cilat do ngrinin disa pretendime të tipit Zogu, Pelikani, Kaçorel, Bubi me styre, gjitha me radhë, do bënin pak show dhe ky do t'i tregonte amerikanëve që shikojë tani se unë duke përpjekur që të krijoj misi me juve, më nuk më lësor ose dhe kështu mund të krijonte ura komunikimi me administratën Trump. Ti doli nga kontrolli, ai grushti i atij zotërisë është keq paguar për 100 euro, a kupton se është aq të mëshme është keq paguar për 100 euro dhe u futën në lojë neve ultra konservatorët ose konservatorët progresistë quhet si duash. Ti dhe të gjithë njerëzit që na ndjekin, sepse i ka zënë pelare me neve nga që neve nuk kompromentojmë dhe nuk shitemi. Nuk u kemi kërkuar njëherë projekte këtyre tipave dhe nuk i pranojmë as lloj paraje, as lloj forme presioni të butë, se presion të fortë me neve nuk guxojnë do ta bëjnë. Unë dhe Altini e kemi treguar që nuk na afrohet dot as policia e shtetit, nuk na afrohet dot as në një lloj instance shtetërore, sepse kemi koston shumë të lartë. Pra prishim shumë punë kur ti vjen për ta goditur neve.
Dhe fakti që na ka neve aty poshtë, dhe neve jo më kohë të rrim poshtë kamerës së kryeministrisë, të shkallët e kryeministrisë, që të gjithë patronazhistët e Edi Ramës apo të gjithë debilat që mendojnë se ky sistem nuk është i kalbër dhe të ushqejmë prapë si kërpusha që janë, të na shohin aty. Dhe t'u tregojmë edhe zarave që kanë paguar brenda protestës që janë janë të padobishëm dhe që do t'i nxjerri ke parasysh kur zjen ujin ato para krijojnë ato pisliqe t'i nxjerrin lart. Dhe kjo ishte faza e parë e kësaj proteste. Dolën pisliqet lart, pra dolën njerëz patronazhuar nga partitë politike të cilët luftojnë për interesat e tyre, por duhet atim dhe të bën, domethënë duhet ja u bëj me dije juve të parë dhe ta bëni lajm këtë që do them tani. Kjo nuk është the Flamingo Revolution. Ky është the Albanian Spring. Kjo është vera shqiptare. Unë kam dalë për onkologji, unë nuk kam dalë për fëmijët jetim. Unë kam dalë për faktin, kam dalë për faktin që më janë prishur pronat. Unë kam dalë për faktin që po na i vjedhin pronat. Unë kam dalë për faktin që në Vlorë e kam treguar tek podcasti im Tru Podcast, e kam treguar, e kam bërë me fakte, me dosje, me firma, me vëmëra, me Këshillin Bashkiak, që jeta e një qeni vlen më shumë se sa jeta e një njeriu. Praktikisht në Vlorë paguhet mirëmbajtja mujore e një qeni 260 euro, ndërkohë që asistenca sociale për krye familjarin është 37 euro, ndër të cilat 35 euro është edhe asistenca për fëmijët jetim. Unë kam dalë për të gjitha këto. Unë kam dalë edhe për miellin që vjen nga Serbia, kam dalë edhe për fushën e si po hidhen në kosh të gjitha të mbjellat, agrumet, frutat, perimet që neve kemi, se ne i sellim nga motrat e nga vëllezërit tanë Maqedonas dhe Serb. Pra, kushdo qoftë që mund ta mendoj se neve po na financon në një agjentur, në rastin më të mirë është idiot. Ky është një amendsimi juaj për investimet vetëm izraelite në tokat bujqësore dhe apartamente në Zvërnec, apo keni fakte për këtë gjë? Okej, ne nuk kemi fakte për Zvërnecin dhe Sazanin që një kompani të ketë aksionerët për ka sepse janë sekret. Domethënë, këta kanë bërë me offshore, që ti nuk ke asnjë shans, por dalin dy aksionerët më të rëndësishëm, administratorët më të rëndësishëm, që janë një shtetas rus dhe një shtetas e bullgaret, edhe të dy me origjinë judehe, të cilët janë të njohur dhe janë partnerë të vjetër në biznesin e Shqipëri, siç kanë qenë me spitalin amerikan dhe me tjera. Por nuk është puna thjesht në Zvërnec dhe Sazan. Problemi është që gjithë Shqipërinë dhe tani dalin të vend. E vetmi klient që mund të blejë tokë bujqësore dhe të ketë fermë bujqësore dhe të angazhohet për të jetuar në Shqipëri, në komunitet, siç ka kushtet ligji i shitjes tokës bujqësore dhe ligji kadastral fiskal, pra kadastra fiskale që quhet, janë vetëm të interesuar shtetasit izraelit, për faktin e vetëm, se të vetmit që mund të blejnë 2 hektar tokë në zona të pa infrastrukturë, mund të vjen vetëm kur ata ndërtojnë komunitetet të tëra që të marrin 400 hektar tokë, marrin 1000 hektar tokë. Pra, koncepti është, një shtetas italian, një familje italiane nuk ka nevojë të blejë 2 hektar tokë, nuk ka çfarë me to. Por një komunitet që secili antar i komunitetit blen nga 2 hektar, janë këta, dhe këta janë vetmit njerëz të interesuar të jetojnë komunitet. Ti nuk gjen dot italian, ukrainës apo francez që të donin vinë 100 veta për të jetuar në fshat dhe të ndajnë nga 2 hektarë secili. Të vetmit që e bëjnë janë këta. Dhe ndërkohë marrëveshja është bërë me bujqësinë pikërisht me këta. Dhe ju e keni parë Edi Ramën që ka bërë këtë. E dyta, nëse ju shihni të gjithë blerjen e banesave në Shqipëri, blerësi më i rëndësishëm dhe më i madh nga shtetet e huaj që blen imobiliar në Shqipëri, prapë janë izraelit. Ndërkohë parimi i ndërthimit është blisa më shtrenjtë me parimin që ti të mos blesh si shqiptar, po blesh si huaj. Ti shqiptari ke vetëm të shesësh, po jo të blesh, sepse po shitet, ti nuk blen dot me ato para që shitet, një gjë tjetër për të jetuar. Pra ti do i kesh shtetit me ato para. Dhe kjo favorizon shumë emigrantët që tash kanë ndërtuar jetën jashtë, që të shesin çka kanë brenda dhe të mos kthehen më, mos kenë një trum, mos kenë një gjë që të bëjnë. E treta, shif bankën Xhet, që është një bankë kundërshtim me ligjin digjitale, ku njëri nga ata konsiderohet një mashtrues ndërkombëtar. Shiko pak të gjithë dhënat që vijnë nga siguria kibernetike, kadastri e tjerë janë gjithë po këta. Po këto janë fakte që nuk ka nevojë se tu që ti mbush mendin dikujt. Secili mund t'i gjej vetë. Çdo kush që na ndjek ne të kërkojë, do të jetë shumë thjesht dhe të verifikojë që ligji për bujqësinë, pra për gjithë fshatet e Shqipërisë, me paketën e marrë dhe gjithçka tjetër, favorizon të vetmit që janë në gjendje të ndërtojnë këtë lloj mënyre jetese dhe ekonomie, që janë shtetës izraelit. Nuk ka nevojë asnjë italian, asnjë gjerman, asnjë ukrainës. Pyetja është, pse kanë bërë ligj në mënyrë të tillë që të
dekurajohet Gjermani, Francezi për blerë tokë bujqësore, favorizohen vetëm këta. Dhe mund të them me plot gojë që të gjitha këto dhëna mund t'i gjej kushdo. Asgjë nga këto nuk është një teori konspirative, është thjesht një konspiracion që kjo qeveri për të lobuar pranë familjes Trump, për të korruptuar familjen Trump nëpërmjet familjes Kushner, ka ndërtuar këtë situatë për shkak të mbijetesës së një kryeministri dhe të interesave të Sorosit në Shqipëri nëpërmjet kryeministrit, që ata të gjejnë një siguri për shkak se ju e dini shumë mirë, tashmë Rama është rrezik edhe nga Spaku dhe ju e dini shumë mirë që Spaku varet më shumë nga Departamenti i Shtetit se nga çdo faktor tjetër. Gashi, cili është rreziku më i madh që ritmi këtyre protestave të bjerë? Probabiliteti që çdo projekt të dështojë është prezent. Pra edhe në projektet që neve marrim implementuar ka një lloj delta gabimi, ka një lloj firo që llogaritet e 15-20%. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ne jemi shumë përgatitur dhe shohim që ka tentativa, pasi të gjithë nyjet e jashtme janë bllokuar, kordonet e komunikimit me Ramën dhe me qeverinë janë bllokuar. Po shohim njerëz të cilët e kanë shitur shpirtin, e kanë shitur për pak gjëra, të cilët kanë bërë diversione për hapin fjalësia, ky i bleri këtij, ky i shitur nga ky e gjithë me radhë. Neve nuk na shqetëson dhe nuk reagojmë ndaj atyre sepse kemi ditur që në start që do jenë. Ndryshe nga qytetarë të tjerë të cilët janë në një formim më idealist. Ne të dy që na ke në studio, nuk hym fare te idealistët, neve hym te realistët e pesët. Pra ne e trajtojmë realitetin në real politik, ashtu në pragmatizëm politik, ashtu siç është. Por që kjo protest nuk ka për të vdekur dhe nuk ka për të shuar, për këtë po mendojmë neve të gjithë, jo vetëm ne të dy, por ne të gjithë. Pse ne të gjithë? Sepse po lëmë dhe po sakrifikojmë të gjithë punët tona. Kjo protest është bërë si një detyrë shtëpie, pra ti mbyll tërë punët e ditës dhe do t'i hash kohë nënës, babës, gruas, fëmijës, shoqënisë, vetes tënde mbi të gjitha vetes, sepse ne nuk po pushojmë. Jemi kudo duke punuar me influencim. Influencim te diaspora, influencim te shqiptarët e Shqipërisë brenda. Influencim që mos të prishen dhe të vrasim frikën e njerëzve. Se gjithë problemi që neve na është mbartur ndër vite nga prezat e mbarshëm është frika ndaj sistemit, frika ndaj Enver Hoxhës, frika ndaj shërbimit sekret, frika tani ndaj Edi Ramës. Ne nuk e kemi frikë Edi Ramën. Edi Rama duhet na ketë frikë neve. A ka njerëz të paguar aty? Ka njerëz të paguar. Po ata njerëzit e paguar janë 0,01% në raport me masën. Dhe ata njerëzit e paguar nuk dalin që t'i bëjmë neve publik, sepse ne nuk duam që kjo protest prishëm. Sepse nuk është akoma ajo rëndësia. Rëndësi ka që neve të ushtrojmë presionin lart. Ço do të thotë të ushtrojmë presionin lart? Rëndësi ka që neve të detyrojmë këtë lloj qeverie që të anullojë të gjithë ligjet bastarde që ka miratuar. Domethënë të miratosh për 9 minuta 10 ligje vetëm në Shqipëri ka ndodhur. Në Shqipëri dhe në Xhibuti. Po Xhibuti, nëse nuk e dini juve zotëri, është kolonia penale e Amerikës në Afrikë. Ku ka më shumë të huaj se sa xhibutian. Neve refuzojmë të jemi Xhibuti, neve jemi Zvicra e botës. Jemi më Zvicër se Zvicra. Pra, të veshtin në Vlorë, ku ti vetëm mbush ujtë e Luani dhe vlonjatët, mos ken ujtë pishëm shtëpi, kjo është e tmerrshme. Të vesh ti se të teket menja 50 vjeç që ti nuk je burr, po do të ndjesh grua dhe të shkon në spital dhe i ke gjitha të paguara, ndërkohë që unë i smur me kancer duhet presi 100 në radhë, se s'ka kemio, kjo është e tepërt i dashur. Pra, kushdo që mendon se ky është i paguar nga se po prishet imazhi i Edi Ramës, Edi Rama ka imazhin më të degeneruar që mund të ketë pas ndonjëherë. Thjesht ka pasur një armat patronazhistesh dhe media shkontare që juve tani i keni parë dhe tani po e vërtetoni vetë, se deri më dje ju duke i konspiracion që mediat janë të kapura nga Rama e gjitha me radhë, mjafton të shikoni retorikën e mediave kombëtare për këto 20 ditët e fundit. Dalin gazetarë që i kemi glorifikuar të gjithë neve, që na flasin për vrimën e ozonit, ndërkohë që aty po shkatrohet Shqipëria. Aty po bëhet pusi. Na merrem me vrimën e ozonit. Mirë që nuk ka del për Greta Thunberg. Na vit na japi fjalim Greta Thunberg për Ramën. Karl, po erdhi për Palestinën, po erdhi para disa vjetësh. Pra, neve në këtë protest, kjo është protesta e cila ka për të djegur të gjithë krimbat. Ky është revolucioni i vonuar i dhjetorit në 10-ës. Ky është, më thënë, faktikisht, ky është demonstrimi që ai revolucion ka dështuar. Si do të vijojë puna, si do të zgjidhet çështja
politike, si do të jetë aksioni, si do të jetë revolucioni, apo do prisin zgjedhjet parakoshme, do të ketë një aksion përtej atyre? Në radhë parë lutem, ne të dy këtu jemi njerëz të cilët jemi kundër revolucionit. Ne kemi evolucion politik. Ne nuk jemi leftista. Nuk është revolucion ajo. Ajo është gjëja më e shëndetshme e botës, të kërkosh dinjitetin ndaj një qeverie që ka humbur lidhje me realitetin. Këtë po kërkojmë neve. Pra një qeveri hajdute, e cila po vjedh edhe gjalpin në shtëpinë e fëmijës. Po vjedh edhe gjalpin në shtëpisë fëmijës jetimve këta. A kupton, nuk është se neve po bëjmë revolucionin, se s'kemi armë. Arma jonë është truri. E dyta, zgjedhjet parakoshme nuk ekziston fare. Jam unë i pari që le jetën aty të zgjedhjet parakoshme nuk kanë për të bërë, sepse asnjëri nga ne të dy nuk punon apo ne të gjithë aty nuk punojmë për Agron Shein, Adriatik Klavajn apo Arlin Qorën, cilët janë me parti aty dhe duan të futen zgjedhje. Nuk intereson këtyre Tiki Rama apo të biri regjimi, këta u intereson që të futen në parlament dhe të maksimizojnë votat e tyre. Neve jemi për zgjedhje për qeveri kujdestare, 1 vit e gjys, 2 vjet. Dhe propozimi im që ta bëj live këtu dhe ty ta kesh ekskluziviteti është që KQZ-ja dhe të gjitha KZ-at e të gjitha qendrat e votimit duhet të ruajnë me patriotët më të mëdhenj, për atë të cilët e paguhet shteti shqiptar me ushtrinë. Qëndrimi i ushtrisë në qendrat e votimit me kamera, me gjitha merat, pa mundson këta hajnat dhe kriminalet e paguar nga pushtetit që të ushtrojnë presion tek votuesit. Kushti jon themelor është tërheqja e Edi Ramës e parevokueshme për mos marrë më pjesën politike dhe të futet drejtësia të merret të laj hesapet me këtë, dhe e dyta është ndryshimi i kodit zgjedhor. Me këtë kod zgjedhor Rama fiton prap. Ky është kurthi që po na fusin neve partitë e vogla bashkë me Ramën, që duan të ndajnë tortën. Pra ata nuk po luftojnë për çlirimin e Shqipërisë. Ata duan pjesë torte më të madhe. Pjesën e tortës më të madhe kanë për ta marrë. Se sa jemi neve aty. Pra Agron Shein nuk mund të hedhë dot shashka dhe ta marri për idiot. Mund të njohin njerëzit për idiota se nuk njohin politik, po neve të dy vim nga shkenca sociale. Ne të dy vim nga shkenca sociale. U japim leksion këtyre. Zgjedhjet parakoshme jo, me Edi Ramën dhe me këto kod elektoral. Sepse ajo do maksimalizonte votat e këtyre partive të vogla, por do mbante Ramën pushtet dhe Sali Berisha pushtet. Pra ata thjesht duan partinë dhe Shqipërinë. Pikërisht. Thelbi çështjes është që për të arritur qëllimin ton, për zgjedhje parakoshme vetëm pas 1 viti apo 6 muaj të një qeverie teknike, rruga e vetme është që ne të përballemi me Ramën. Rama nuk jep dorëheqje, çdo që të bëjmë ne. Çdo që të bëjmë ne, ai nuk jep dorëheqje sepse. Po si do të përballemi me të? Nuk ka zgjedhje parakoshme, nuk ka zgjedhje politike, si do të përballemi nëse ai nuk e jep dorëheqjen, nëse ju shpërfill protestat me ditë me radhë, me muaj me radhë? Ne nuk kemi ndërmjet presim me muaj, ky skenari i Vučićit, skenari jonë është anti-Vučić. Rama sot përfaqëson skenarin Vučić, kurse ne skenarin anti-Vučić. Kjo do thotë që ditën e nesërme të shtunën, ju do shihni një grup njerëzish, as pak të vogël si mas, që do të vazhdojë të qëndrojnë në shesh, dhe nuk do të shkulet më nga i shesh, dhe ky grup do të shtohet deri në datën 1 korrik, që do të jetë ndëjtje si dush pandalesë përballë kryeministrisë. Pra ky është faza. Pra është ultimatumi nga shtuna deri në 1 korrik është një qëndrim i përhershëm përpara kryeministrisë dhe me 1 korrik është ultimatumi për Ramën? Në 1 korrik ne do të çmontojmë gjithë që kemi ngritur atje, në kuptimin që faza e dytë mbaron dhe fillon faza e tretë, që është data 2 korrik. Çfarë ndodh me 2 korrik? Populli do të vendosë. Nuk mund të bëjmë lojën e Ramës, ta marrim deri në 31 korrik, zvarr, pastaj të fillojmë pushimet dhe të bëj, si thua, atë që ka bërë gjithmonë këto 13 vjet, të përzgjedhë atë pjesë që kanë ngritur pa prezencë shqiptarëve dhe gjithë tokat e Shqipërisë të japi armikut. Mund të them që ka një rritje sensibiliteti të jashtëzakonshëm dhe ndetura në shesh do na ndihmoj që sensibilizojmë shqiptarët, të themi të vërtetën se si ne nuk kemi asnjë alternativë tjetër përveç se të ikim nga Shqipëria nëse nuk realizojmë vetë Ramën. Dhe do të mobilizojmë diasporën, sidomos me një mesazh shumë veçantë për diasporën shqiptare në Amerikë. Kjo është shumë e veçantë. Diaspora shqiptare në Amerikë është e vetmja diasporë që ka potencialin edhe politik, edhe fizik, që të ndihmojnë ne të shpëtojmë nga zhdukja e Shqipërisë, sepse duke pas pasaportë amerikane, duke qenë njerëz cilët e njohin mirë standardin demokratik amerikan, do të ishin themeli i të gjithë lëvizjes tonë për të përballë me sistemin. Sepse në këtë moment nuk kam asnjë policë Rama, nuk kam asnjë gardist përveç se ca sklever që i kam marrë, të cilët familjarët e tyre
i kanë tek protestuesit. Në këtë moment, për të vazhduar realizimin e objektivit ton, duke bërë me dije gjithë ndërkombëtarëve dhe gjithë strukturave që kjo punë do ndahet o ai, kostoja që do paguan dhe populli shqiptar do të ishte fatura për ndërkombëtarët nga njëra që s'kan vepruar dhe nga ana tjetër besojmë ne do të mobilizohen të gjithë diasporën që ashtu si në vitin 1999 erdhën nga gjithë diaspora për të regjistruar në Pushtetin Qytetar të Kosovës për të shpëtuar vatanin nga pushtimi serb, edhe këtë herë duhet vinë të shpëtojnë Shqipërinë nga pushtimi i kësaj qeverie. Në qoftë se unë jam i bindur që juve keni lexuar librin Çeçenia turpi i Rusisë, i gazetares së ndjerë e cila ka ndruar jetën gjatë bombardimeve të ushtrisë ruse në Çeçeni, Ana Politskajeva. Ne nuk jemi Çeçenia. Ne jemi zemra e Europës dhe gjithë fuqitë e mëdha kanë interes këtu. Prandaj Edi Rama e ka të prerë Shiritin. Arda Dade sot, zonja nderuar që unë e dua fort, i ka thënë një shprehje shumë të bukur. Edi, të lutem, fillo çik kursin e gjermanishtes, se do të duhet. Çeçenia ndodhi genocid, edhe nuk pyeti njeri për ata njerëz se po vriteshin, po masakroheshin, sepse nuk ishte interes as i lindjes as i perëndimit, ishte një tokë djerr në Federatën Ruse. Shqipëria nuk është Çeçeni. Shqipërinë ta gërmosh nga Vermoçi në Konispol, rrëzon gjysmën e mitologjisë ballkanase që kanë krijuar tjerët. Pra, neve përpost se kemi pozitën gjeografike, interesat gjeostrategjik të antarëve tanë, kemi në favorin ton, mbani mend nga shpendgashe, idiotësinë, paaftësinë dhe ignorancën para excellence të Edi Ramës, që fatkeqësisht është kryeministri i Shqipërisë. Idiotësia e tij, paaftësia e tij në gjeostrategji dhe në gjeopolitik, deliri i madhështisë dhe skizofrenia arrogante që atë e karakterizon, është minusi i tij më i madh. Neve jemi thjesht milingonët që i kemi hyrë në vesh dhe po e bezdisim që ta nxjerrim nga rruga ku donte të shkonte, t'ja nxjerrim në prit elefantëve që ta shtypin. Neve po e nxjerrim para elefantëve. Elefantit amerikan, elefantit turk, elefantit rus, elefantit iranian. Sot kishte bërë një deklarat, po duan na bëjnë gropën. Ky është kompleksi i tij freudian, lapsusi i tij freudian. Ai e di që po i bën gropën vetes. Dhe thot tani që Irani po mbështet protestën në Shqipëri. Po pse çfarë preti nga një shtet? Nuk do përdori gjëra kundër teje kur ti je i vetmi shtet mikroskopik në raport me Iranin që miraton një rezolut lufte kundër Iranit. Shqipëria del kundër Ali Khameneit. Sa është kabineti i Ali Khameneit me profesor doktorat asociuar, jo të UET-s, siç kanë blerë të doktoratura ka budallën tanë që janë ministra, që janë askushi. Nuk bën gjithë kabineti Ramës bashkë me çka ka pas deri në vitet 90. Dhe nuk është ndërtuar apo nuk është hartuar apo nuk është miratuar rezoluta kundër genocidit serb në parlamentin shqiptar. Çfarë preti të bëjë Irani kur ti i ke shpallur luftë? Mos sulmoj. E morën vesh kush ishte pas Akshit. Irani ishte. Ky Sagasi bashkë me Mirlindën, bashkë me Belindën e bashkë me një lind tjetër. Çfarë mund të jetë lindrat nëpër bota, kupton çfarë mund të ketë. Pra, na janë vjedhur dhënat personale, askush nuk mban përgjegjësi. Na janë vjedhur legët, askush nuk mban përgjegjësi. Kur na vitën tokat, na pyesin a i keni fakte reale apo jo. Ka një ndryshim shumë madh midis konspiracionit dhe hidden truth. Ka një konspiracion në internet quhet një njeri që i ka lëshu flamingo dhe thot toka është e sheshtë. Ose unë kam takuar demonin dje dhe më kapi prefyti. Neve shikojmë pas perdes Rolciane, perdja Rolcit, quhet në filozofi. Dhe konspiracioni në Oxford Dictionary është komplot underground i një grupi kundër një sistemi. Po tjetë shprehimisht ta perifrazosh dhe ta citosh se çfarë do të thotë fjala konspiracion. Pra njerëzit abuzojnë me konspiracionin. Besojnë logjikës. Ato që kemi thënë 2 vite më para në podcastin ton, njerëzit na i kanë dyshuar. Po ti shikosh çfarë kemi bërë neve tema në podcast, janë të gjitha gjëra që sot njerëzit po ju lërasin në tërë diasporën. Ua, na erdhën izraelitët këtu. Ua, po Rama që pas kërkër kishte qenë i keq. Ua, po dhe Fevziu pas ka qenë i blerë. Po dhe Grida pas ka qenë i blerë. Sepse janë të gjithë blerë, thjesht nxorën kokën. Po D-ja, PS-ja janë bashkë dashur. Dhe për të mbyllur argumentin e izraelitëve, ne nuk kemi asnjë problem as me
judet as me izraelitët. Jemi zionistët. Problemi është që ne ndihemi të kërcënuar, ne ndihemi të përzënë, ne ndihemi të kolonizuar, ne ndihemi që na kanë ardhur orët e fundit në këtë vend si popull, si kom, për shkak se ajo që ka bërë qeveria jonë është që ka kaluar Shqipërinë në duar atyre. Goxha dhe Gashi, faleminderit që ishit me ne sonte. Falenderojmë edhe neve juve.